Në fshatin Vlushtë të Skraparit u përkujtua formimi i brigadës së 7 sulmuese në një aktivitet të organizuar nga Organizata e Lançit dhe disa shoqata të tjera partnere të veteranëve dhe pasardhësve të luftës. Aktiviteti u zhvillua mes këngëve patriotike, johona e të cilave përhapej në malet e Skraparit, duke sjellë në kujtesë historinë për pjesëmarrësit e shumë të ardhur nga rrethet të ndryshme të Shqipërisë. Ceremonia nisi me intonimin e himnit kombëtar dhe vendosjen e buqetave me lule dhe kurorave pranë lapidarit në shenjë respekti për të rënët e kësaj brigade. Në fjalën përshëndetse, kryetari i degës së Organizatës së Lançit për Skraparin, Enver Naska, u ndal tek rëndësia historike e kësaj date, duke kujtuar sakrificat e të rinjve që dhanë jetën për lirinë e Deut në luftë kundër pushtuesit fashist. Të nderuar pjesëmarrës, familjar e pasardhës të ish partizanëve e dëshmorëve të kësaj njësie luftarake. I nderuar sekretari i përgjithshëm i Komitetit Kombëtar të Veteranëve e pasardhësve të Lançit të popullit shqiptar Nderi Kombit, shoku Veli Miftari. Të nderuar drejtues të organizatave të veteranëve e pasardhësve të bashkive përkatëse. 82 vjet më parë, këtu në testin të fshatit Vlush, 17 mars 1944 u formua një nga njësitë më të mëdha të ushtrisë nacionale shqiptare, Brigata e 7 sulmuese partizane. Kjo brigadë u krijua në zjarrin e luftës antifashiste nacionale shqiptare. Mes duar trokitjeve, fjalën e nderit e mori sekretari i përgjithshëm i Komitetit Kombëtar të Lanç Nderi Kombit, Veli Miftari, i cili u shpreh se kjo datë pasqyron historinë atyre viteve, duke vlerësuar luftën dhe sakrificat si dhe rëndësinë e trashëgimit të kësaj historie ndërbreza. Ndaj unë emër dhe të kryesisë së Komitetit Kombëtar dhe posaçërisht të kryetarë së sapo zgjedhur të re, një shoqe të veçantë me vlera të mrekullueshme, gjirokastrite nga të gjitha drejtimet, një vlerë që i shkon këtij organizmi të madh siç është organizata jonë e veteranëve dhe pasardhësve të Lançit, shoqes Vera Tarifa. Ju sjellni përshëndetjet në këtë vend të veçantë, në këtë tro të mbrojtur me histori të jashtëzakonshme. Dhe ku në këtë ditë të mrekullueshme që po na mban sot për të evokuar një datë të jashtëzakonshme, pasaj periudhe 5 vjeçare të historisë më të lavdishme të popullit shqiptar, epokës që e dim të gjithë se çfarë na përkon. Na përkon luftën legjendare të një populli me 70.000 burra dhe gra, së bashku që bën luftën më epokale për shliruar të vend nga pushtuesit nazi-fashist dhe bashkëpunëtorët e tyre. Ne jemi gjithmonë së bashku. Do të jemi edhe në vazhdimsi, sepse kemi midis nesh jo vetëm veteranët që akoma kanë vlerat e asaj periudhe me tymë dhe zjarr, por jemi edhe brezi më i ri që po e vazhdojmë këtë detyrë. Siç kemi midis nesh dhe mosha më të reja, që na vjen mirë që i kemi sot, të cilët po njëjtën detyrë do ta bëjnë vëlltarëve. Dhe asnjëherë nuk do të rreshin popullit pikërisht njerëz, të cilët kanë në shpirtin e tyre tradita e asaj historie që po themi këtu bashkë. Dhe ne përulemi me nderim më të madh përpara këtij lapidarit sot, për të evokuar atë brigadë fantastike, të jashtëzakonshme, që 2 muaj pas vendimeve që mori shtabi i përgjithshëm me një borë kolosal të historisë tonë, të pakrahasueshëm, legjendari Enver Hoxha bëri atë që bën edhe të gjithë popullin në shkallë vendi. Ne do të përkujtojmë, ne do t'i evokojmë, ne do t'i nderojmë, po ne do të përkulim në vazhdimsi para lapidarëve, por para gjithë gjakut që ata derdhen pa llogaritur asgjë në historinë e vet. Ata nuk u ngritën për të bërë pasuri. Aktiviteti vijoi me një pjesëmarrje të gjerë ku spikatën veteranët dhe pasardhësit e Lançit nga qyteti i Lushnjës. Në shenjë mirënjohje për këtë datë historike, pjesë e aktivitetit ishin dhe kryetarja e degës së Komitetit të Lançit për Lushnjën, Shqipe Gjoshi, si dhe Hakilje Nezha. Gjithashtu Kastriot Saliasi mbajti një referat
ku theksoi se historia nuk zhbëhet, por çdo ditë forcohet dhe trashëgohet, ashtu si çdo vlerë tjetër e kombit, duke përcjellë ndërbreza sakrificën e atyre që ranë për liri. Është kënaqësi që jemi sërish në Skrapar, në veçanti në Vëlush, ku 82 vjet më parë, me porosi të shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Nacionale Shqiptare dhe komandantit të përgjithshëm Enver Hoxha, u krijua brigata e 7 sulmuese. Është kënaqësi jo vetëm për mua si Skrapali, që kam pasur 40 dallarët e mi partizan në brigatën e 7 sulmuese, Seit dhe Kareman Saliasin, por edhe për gjithë shokët e shoqet që janë me mua këtu sot, e të tjerë që s'mundën të vinin për arsye transporti, e kanë lidhje me këtë vend, ku familjarët të tyre u rreshtuan dhe luftuan në formacionet partizane të brigatës 8 sulmuese, nga Vëlusha, Qafshkoz, Paraspuar, Shpirag, Berat, Mizeqe, Sulov, Belsh, Elbasan, Mirdit, Lezhë, Shkodër, Tunis, Podgoric e deri në Vishegrad Jugosllavisë, duke pasur fatin dhe meritën të marrin pjesë në luftimet për shtirimin e Shkodrës, qytetit të fundit të Shqipërisë, krahas brigatës 6, 22, 23 dhe grupit partizan të Shkodrës. Ishin me ta dhe 159 djem nga Mizeqeja që luftuan me trimëri e guzim. Ky aktivitet përkujtimor shërbeu si një moment reflektimi dhe nderimi për një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë tonë kombëtare. Gjithë aktiviteti u zhvillua në tingujt e këngëve patriotike dhe partizane, duke krijuar një atmosferë të veçantë përkujtimore.